Kryeministres, por gjithashtu edhe Ministres Infrastrukturës. Kujtojmë se më herët GKKO ka marrë vendimin e pezullimit të saj nga detyra, ka qenë Këshilli i Ministrave, ai i cili është drejtuar gjykatës kushtetuese për të shqyrtuar vendimin e GKKO, sipas asaj që konfirmoi edhe Nkeleda Mema. Kjo çështje është marrë në shqyrtim edhe rrjedhimisht i hiqet pezullimi zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila nga ky vendim i gjykatës kushtetuese ushtron sërish pozicionet e saj të zëvendës kryeministres, por gjithashtu edhe Ministres Infrastrukturës. Vijojmë me tjera informacione, patjetër që do të rikthehemi kësaj teme, pra vendimit të gjykatës kushtetuese disa minuta më pas. Gjykata e Tiranës ndërkohë ka lënë në fuqi masat e sigurisë për zyrtarët e Bashkisë Tiranë dhe të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit IMT të akuzuar për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentash në lidhje me prishjen e pallateve të dëmtuara nga tërmeti në zonën e kombinatit. Hetimet nisën për një pallat në kombinat, i cili ishte prishur në janar të vitit 2020 me mjetet dhe fondet e Bashkisë së Tiranës, por më pas u përfshi sërish në një tender së bashku me 14 ndërtesa të tjera të klasifikuara për shembje pas tërmetit. Sipas prokurorisë së Tiranës, pallati numër 140 nuk është i vetmi objekt që dysohet se është paguar për të shembur, ndonse kishte qenë i rafshuar më herët. Dyshimet e ngjashme janë ngritur edhe për 5 ndërtesa të tjera.